Nuk kem pas mundësi që të bënim dëgjesat me Ministrin e Arsimit dhe për ngjarjen e Gramshit dhe për maturën shtetërore, unë mendoj që ne duhet thrasim Ministrin e Arsimit në mënyrë të tillë që të japi shpjegimet e duhura për të dyja dhe të kërkojmë përgjegjësi siç na takon si komision, sepse jemi këtu për të garantuar më të mirën, sidomos në interes të fëmijëve dhe jo për t'i bërë fresk pushtetit që rritet në mënyrë jo proporcionale dhe jo logjike. Kështu që kjo është kërkesë përpara se të fillojmë shqyrtimin e kalendarit për anën tuaj. Jo, shumë shkurt, unë desha të bashkoj me ju në shqetësimin për ngjarjen e Gramshit, padyshim që është një ngjarje e rëndë që të gjithëve na shqetëson, sepse në fundit siguria, shëndeti, jeta e fëmijëve tanë është parësore, është gjëja kryesore. Por unë mendoj që ne të marrim informacion të plot mbi ngjarjen. Unë ende nuk e di nëse është e zbardhur plotësisht arsyeja dhe të jenë identifikuar shkaktarët dhe përgjegjësit për këto, por gjithsesi nesër në mbledhjen që kemi me përfaqësuesit e ministrisë, ne sigurisht mund ta ngrem këtë çështje edhe ta ndjekim më tej